Inflacioni në Shqipëri ka shënuar rritje gjatë muajit shkurt, duke arritur në nivelin 2.5% që është edhe shifra më e lartë e regjistruar në 7 muajt e fundit. Sipas të dhënave të publikuara nga Instat, ky tregues është rritur nga 2.3% që ishte në muajin janar, ndërsa krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë kur inflacioni ishte 1.9%, vihet re një rritje më e ndjeshme e çmimeve. Përpasoj, sipas revistës Monitor, janë shtrenjtuar çmimet e qerave, ujit, energjisë elektrike, gazit dhe karburanteve të tjera me 5.3%. Pas këtij grupi renditen sigurime dhe shërbime financiare me 4.3%, argëtim, sport dhe kulturë me 4.2% dhe restorante dhe shërbime akomodimi me 2.4%. Rritje janë shënuar gjithashtu edhe në çmimet e kujdesit personal, pijeve alkolike dhe duhanit, mobiljeve dhe pajisjeve shtëpiake, si dhe në shërbimet arsimore dhe ushqimet. Banka e Shqipërisë ka parashikuar që inflacioni të rikthehet pranë objektivit prej 3% gjatë gjysmës së parë të këtij viti. Megjithatë, zhvillimet ndërkombëtare, veçanërisht lufta në lindjen e mesme dhe rritja e çmimeve të naftës, mund të ndikojnë në rritje të mëtejshme të inflacionit në muajt në vijim.